moshën 40 vjeçare, babi jam ka emigruar në Itali. E tash unë të bëj të kundërtën. Me këtë investim është që më na lidh Kosova më shumë. Me pas arsye më shumë për marrën Kosovë. Na nëse si jemi gjendje në Kosovën me çutë para, ç'ish po dojmë na me çuni shtet evropian. Materiale që e pastrojnë ajrin, që na bëjnë mirë në shëndet. Unë jam largu prej Kosovës para luftës. Prindi jam ka shku diku ka 93, 94 më duket zi. Tana mas pak vite kemi shku edhe na për arsye që e dim kretë luftë ose kështu me radhë. Unë kam shku në Itali, në Treviso, në qytetin e Trevisos, është afër Venecijës, diku një gjysore paka shumë. Edhe njëre kom vazhdu me shkollën fillore me kompletue. Pastaj, pas shkollës fillore, kom i me bo zanatin e këtyme dekorimeve, një si bojaxhi. Më kom shumë kurioz dhe kom pas shef mi ditë të dekorimet, historia Italijës, qyteti, me kretë ato që ka ato objektet, kom pas shef mi kuptu që shënë bone, me qëfar materiale prej aty të ka lindë.